Filmi më i fundit me protagonist Louise Ailey dhe Chiara Tito ka ngjallur mjaft interes tek publiku shqiptar, duke sjellë për herë të parë çiftin e njohur në një projekt të përbashkët kinematografik titulluar Loja e fundit. Që solli në skenë dhe pranë publikut kastin e aktorëve në Cineplex ishte shumë domethënëse mbrëmje në seentes. Pas publikimit dhe popularitetit të madh në media dhe rrjetet sociale, kalimi në ekranin e madh ishte një hap i shumë pritur nga fansat dhe me të drejtë, por kinemaja është thik me dy presa, që ose të ngret në pjedestal kur bëhet siç duhet, ose të ul me ca pikë nën atë që je. Filmi ndërthur element romance, drame dhe momente komike, duke reflektuar energjinë dhe kimin që dyshja transmeton edhe në jetën reale. Historia fokusohet te një çift që përballet me sfida personale dhe profesionale, duke vënë në provë marrëdhënien dhe besimin mes tyre. Si gjithnjë, Luizi edhe në këtë projekt prioriteti dha Kiarës, e cila ishte më brenda skenarit se ky i fundit, por ju më e zdërvjellët se ai. Aktorët e vërtet profesionist mbanin peshën sekondare të filmit dhe që në fillim dje i fundi. Kolona zanore dhe skenat romantike janë ndër momentet më të komentuara, duke i dhënë filmit një atmosferë të ngrohtë e moderne, ku gjetje ishte edhe mënyra se si vinin her pas here sponsorat. Ky projekt shënon një tjetër etapë në karrierën e tyre, duke dëshmuar se suksesi nuk bëhet vetëm në televizion apo muzikë, por shtrihet edhe në botën e filmit, aq se ishte asociuar dhe pak me jetën personale të vet Luizit apo Kiarës nga Big Brother, megjithëse në një qasje tjetër, ku në fund, pavarësisht gënjeshtrave që Luizi u hoq si gay për famë në film dhe për të qëndruar afër Kiarës, dashuria triumfoi, duke mos pasur kësaj asnjë surprizë ose disa pika kulmore, në të cilat skenari të bënte një kthes drastike. Për këdo që duan të rikthehen në retrospektiv, qasja do të ishte kjo. Luizi detyruar të bëjë interesantin kur ishte brenda formatit të Big Brotherit, tha një gënjeshtër, sikur me Demek vuante nga një sëmundje. Pastaj e vërteta u gjet shpejt, duke e bërë atë në sytë e Kiarës dhe banorëve një mashtrues për të fituar famë. Fundja, asaj kohës kishte çfarë të humbte. Edhe në film ai ishte një këngëtar jo fort i famshëm në atë moment, me borxhe, ku për të fituar simpatinë e publikut në një tjetër subjekt ai thotë se është gay. Kjo gjithashtu i lejoi të qëndronte afër Kiarës, fiksimit të tij. Emrat e çiftit edhe në film mbeten të njëjtë, duke dashur ekskluzivitetin e tyre, ndërsa mbiemrat nga Tito në Pippo dhe nga Ellie në Bailey. Protestat e fansave të Baileyt për preferencën e tij seksuale u bën kryefjala e ditës në film, duke sjellë një ndjesi të deformuar në publik se sa pak popull homofob që kemi ne. Aq sa edhe në periferi ne më mirë pranojmë çunin gay se sa ndërrimin e kaut partjak. Dhe kjo nuk është shëmbëltyra asaj që shqiptarët janë sot, kundrejt disa temave që në fakt janë ende tabu të fliten në 80% të familjeve, aq më pak të pranohen të avall sikur po ham bukë me djathtë. Jam dakord në kuadër të komedisë që shkaktonte aty këtu dhe të sheshurave me batutat e Luizit dhe të aktorëve të njohur shkodran, prindërve të tij në film, Besnik Çinari dhe Drande Xhaj. Filmi i fundit që sjell në ekran dy nga figurat më të njohura të showbizit shqiptar vjen me një pritshmëri të lartë, kryesisht për shkak të popularitetit të tyre. Dhe kësaj nuk hiqet asnjë presje. Megjithatë, për te bujës mediatike, projekti kërkon të vlerësohet mbi bazat e elementëve të tij artistik, sikurse janë skenari, regjia, interpretimi dhe ndërtimi dramaturgjik. Problemi kryesor sipas shumë syresh qëndronte tek skenari, i cili në disa momente çalonte dukshëm. Edhe pse skenaristja dhe bashkëproducentja e filmit Claudia Brahimaj është një artiste e re talentuar që ka bërë disa skenar të mirë nëpër produksione ku ka bashkëpunuar së bashku edhe me Ermal Mamaqin dhe jo vetëm. Ngjarjet zhvilloheshin me ritëm të çrregullt. Konfliktet krijoheshin shpejt dhe zgjidheshin edhe më shpejt, pa u thelluar emocionalisht. Dialogut shpesh dukeshin të sforcuar dhe jo organik, duke bërë historinë të humbas besueshmërinë. Në vend që të ndërtojë gradualisht tensionin dramatik, filmi kalon nga një situatë të tjetrën pa tranzicion të qartë, sikur të ishte realizuar me nxitim. Regjia synonte një stil modern me plane të afërta që theksojnë emocionin dhe një estetik të pastër vizuale. Dhe nga ana vizuale, projekti të jep të gjithashtu ndjesinë në një produksioni të bërë shpejt, marrë të parasysh edhe lokacionet e zgjedhura. Disa skena duken të papërpunuara, mjaftueshëm me ndriçim jo të balancuar dhe montazh që nuk krijon rrjedhshmëri. Kalimet mes skenave janë të paplota, ndërsa ritmi i përgjithshëm nuk arrin të mbajë tensionin dramatik. Në vend që kamera të shërbente si mjet për të thelluar emocionin, në disa raste ajo e dobëson atë. Sa i përket interpretimit, kimia mes dy personave protagonistë është e dukshme dhe natyrale, por kjo nuk mjafton për të mbajtur peshën në një film të plot.
pa një skenar të fortë, regji të konsoliduar edhe momentet më të mira mbasin intensitetin. Filmi funksionon më së miri si një projekt komercial i mbështetur në popularitetin e dy figurave kryesore, sesa si një vepër e strukturuar mirë kinematografike. Disja që mbetet është ajo e një ide me potencial, por të realizuar me nxitim dhe pa thellimin e dur artistik. Por publikun fans mund të jetë i kënaqshëm, për një shikues kritik lë shumë për të dëshiruar.